Henry Kissinger, 6 studime në strategjinë botërore. Në shumicën e shoqërive dhe në shumicën e kohrave, liderët sillen si menaxher. Ata ruajnë gjendjen ekzistuese, por gjatë periudhave të krizës, liderët duhet veprojnë, jo vetëm të menaxhojnë. Në këtë kuptim ka një mësim për të nxjerrë nga liderët e mëdhej politik, ata që u ngritën në momentet kyçe, transformuan realitetin dhe udhëhoqën kombët e tyre drejt një të ardhmje më të mirë. Ky libër është një studim mbi 6 prej këtyre liderëve. Konrad Adenauer përdori strategjinë e përullësisë për të rivendosur rendin në Gjermaninë e pas luftës. Pas përfundimit të luftës së dytë botërore në Evropë, Gjermania ndodhej në një gjendje shpërbërjeje. Ajo ishte mposhtur plotësisht ushtarakisht, kishte humbur legitimitetin ndërkombëtar dhe ishte ndarë e pushtuar nga forcat aleate që shërbenin si sudimtar de facto të 4 rajoneve të saj. Mungesa e ushqimit po e shtonte urinë në popullsi, ndërsa shkalla e vdekshmërisë foshnjore ishte dyfishi i pjesës tjetër të Evropës perëndimore. Tregu i zi lulëzonte, shërbimi postar ishte ndaluar plotësisht dhe trenat ishin të paparashikueshëm në rastin më të mirë. Përtej këtyre barrave fizike, Gjermania mbante edhe një barë të rënd morale, i nevojitej një lider që të shëronte plagët e kombit, të rivendoste dinjitetin dhe legitimitetin dhe të përsaktonte rrugën për të ardhmen. Në Gjermaninë perëndimore, ky lider do të ishte Konrad Adenauer, ish kryetari i Bashkisë së Kolnit. Adenauer kishte qenë kundërshtar i Hitlerit para se të niste lufta, dhe fjalimi i tij i parë publik pas saj e tregoi këtë qartë. Duke folur në Universitetin e Kölnit, ai pyeti audiencën: si ishte e mundur që nazistët erdhën në pushtet? Ai shpalli se Gjermania duhej të përballej me të kaluarën përpara se të gjente një rrugë për një të ardhmen më të mirë. Që nga këto fjalë u bë qartë se strategjia e Adenauer do të ishte ajo e përullësisë, të pranonte dhe të bënte amendim për të kaluarën, ndërkohë të integronte vendin në Evropën e së ardhmes. Për këtë qëllim, Adenauer miratoi një marrëveshje reparacionesh për 1.5 miliard dollarësh për qeverinë izraelite. Ai gjithashtu zhvilloi një sër hetimesh për krime lufte që u fokusuan kryesisht tek ish nazistët me gradë të lartë. Adenauer e dinte se Gjermania nuk mund të bjentonte pa ndihmën e jashtme. Prandaj, ajo duhej të praktiste nacionalizmin e saj të mëparshëm, si edhe prirjen për të manipuluar pozitën gjeografike për të fituar favor, pushtet apo autoritet. Si kancelar, Adenauer u fokusua në forcimin e lidhjeve me perëndimin, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara. Ai gjithashtu kërkoi pajtim edhe me Francën. Dhe përpjekjet e tij patën sukses. Në vitin 1955, Gjermania perëndimore u bë shtet sovran, duke shënuar fundin e okupimit ushtarak të aleatëve. 2 ditë pas shpalljes, Adenauer udhtoi në Paris, ku Gjermania perëndimore mori status të barabartë brenda NATO-s. Strategjia e përullësisë kishte ndihmuar Gjermaninë e Adenauer të arrinte barazinë që kërkonte. Charles de Gaulle u bë lideri i Francës së lirë duke përdorur strategjinë e vullnetit. Tingujt e bombardimeve të larta të Luftwaffes e shoqëruan Charles de Gaullein me 5 qershor të 1940-s, ditën kur ai ngriti zyrën e tij në Ministrinë e Mbrojtjes. Ai sapo ishte emëruar nënt sekretari i mbrojtjes pasi kishte shërbyer si ushtar profesionist, por brenda një jave qeveria franceze u tërhoq nga kryeqyteti. Kryeministri dha dorëheqjen dhe u planifikuan një anëpushim me Hitlerin. Në këto kushte, de Gaulle u arratis në Londër nga Bordoja. Të nesërmën pas mërritjes, de Gaulle mbajti një fjalim, i autorizuar nga kryeministri Churchill, duke i thirrë të gjithë oficerët dhe ushtarët francezë në Britani të lidheshin me të. Pa e thënë hapur, ai performonte një lëvizje të rezistencës franceze. Kjo ishte një shpallje e jashtëzakonshme, jo vetëm që ishte një thirrje për qytetarët francezë në Britani që të ngrinin krye kundër vendit të tyre, por gjithashtu vinte nga një ushtar pothuajse i panjohur, i kthyer në ministër të vogël, generali më i ulët i Francës. E megjithatë ja ku ishte, duke i ftuar ushtarët francezë të bashkoheshin atij në opozitë. Veprimet e de Gaulle ishin një shembull i qartë i strategjisë së tij të vullnetit. Me anë të kësaj strategjie, de Gaulle përdori gjuhën për të ndërtuar realitete të reja, duke i sjell ato në jetë përmes vullnetit të tij. Një rast veçanërisht jashtëzakonshëm ndodhi me 14 qershor 1944 në qytetin francez Bayeux, që britanikët e kishin pushtuar një javë më parë. Bayeux në atë kohë administroi ende nga autoritetet franceze, që bashkëpunonin me Hitlerin. Megjithatë, në fjalimin e tij, de Gaulle foli sikur ata kishin qenë pjesë e rezistencës franceze që nga fillimi i luftës. Ai gjithashtu nuk përmendi trupat britanike dhe amerikane që në të vërtetë kishin çliruar Bayeux. Pse?
De Gaulle kishte frikë se forcat aleate do të përpiqeshin të formonin një qeveri tranzitore në Francë, përpara se ai të arrinte ta bënte këtë vetë. Ai duhej të shfaqej në Francë sa më shpejt që ishte e mundur, duke u paraqitur si figura e re udhëheqëse përpara se aleatët të vepronin. Disa javë më vonë, kjo strategji kulmoi kur De Gaulle mbajti fjalimin e fitores në Paris. Edhe një herë, ai nuk përmendi ushtrinë aleate që ndihmuan në çlirimin e Francës, por pretendoi se Parisi ishte çliruar vetë. De Gaulle donte t'ia kthente besimin Francës tek vetja, edhe pse kjo do të thoshte ta shtrëmbonte realitetin. Ai synonte të ngjallte patriotizëm dhe shpirt kombëtar, duke e kthyer një fitore kryesisht anglo-amerikane në një fitore franceze. Dhe kjo funksionoi. Parada e De Gaulle në Champs-Élysées atë ditë e nguli atë dhe legitimitetin e tij në histori, duke e bërë udhëheqës të Francës deri në dorëheqjen e tij në vitin 1969. Richard Nixon e zhvilloi politikën e tij rreth synimit të ekuilibrit. Richard Nixon ishte gjithmonë një figurë komplekse dhe kontroverse në historinë amerikane. Emri i tij është i lidhur ngushtë me skandalin Watergate, i cili ndodhi gjatë mandatit e tij dhe e bëri atë presidentin e vetëm deri sot që ka dhënë dorëheqje nga posti. Megjithatë, Nixon gjithashtu e riformsoi politikën e jashtme të SBA-s gjatë kohës në detyrë. Ai e bëri këtë mbi bazë të një strategjie të ekuilibrit, në të cilën kërkonte një balancë fuqish midis kombeve të mëdha të botës. Nixoni e shihte paqen jo si gjendjen e zakonshme, por si një gjendje të brisht e të rrezikshme që duhej mbajtur me kujdes. Kjo mund të ndodhë vetëm nëse kombet ishin të balancuara dhe jo njëra të dominante të tjera. Sipas Nixonit, SBA-ja duhet të ishte forca kryesore që formonte këtë ekuilibër. Nëse ajo të rriqej prej tij, do të rrezikonte kaos global. Amerika duhej njëkohësisht të ruante aleancat e forta dhe të mbante dialog me kundërshtarët. Pra, si e bëri këtë? Një hap i madh i Nixonit ishte zgjerimi i hapjes diplomatike ndaj Kinës. Për vite më radhë, SBA dhe Kina kishin shmangur çdo kontakt diplomatik të nivelit të lartë, por Nixoni besonte se mundësia për paqe globale do të forcohej nëse kjo pengesë do të kapërcehej. Përpjekjet e para të bëra në vitin 1969 dhe në fillim të 1970-s dështuan, por në tetor të 1970 Nixon dhe Kissinger arritën të vendosin kontaktet me kryetarin Mao Tse-tung përmes kryeministrit kinez Zhou Enlai. Zhou tregoi se Kina ishte e gatshme të negociante me SBA-n mbi statusin e Tajvanit, i cili ishte i kontestuar. Gjatë kësaj jave, Nixon dhe Mao komunikuan nëpërmjet Kissingerit dhe Zaos në një sekret absolut, në mënyrë që çdo informacion të mos përfundonte në duart e sovjetikëve. Në vitin 1971, Kissinger bëri një vizitë fshehtë në Pekin. Gjatë atij takimi, u ra dakord që Nixon ta vizitonte zyrtarisht Kinën në shkurt të 1972-s. Rezultati i këtij samiti midis Nixonit dhe Maos ishte komunikata e Shangajit, e cila dhe sot mbetet një pjesë bazë e marrëdhënieve midis SBA-s, Kinës dhe Tajvanit. Pas kësaj komunikate, SBA-ja dhe Kina filluan të bashkëpunonin për të frenuar fuqinë sovjetike. Në një moment, në shkurt të 1973-s, Mao madje i kërkoi Kissingerit që të kalonte më shumë kohë me Japoninë, në mënyrë që ky shtet të mos ndihej i lënë pas dore. Mao preferonte që Japonia të zhvillonte marrëdhënie më të ngushta me SBA-n sesa me Bashkimin Sovjetik. Megjithse ngjashmëria ideologjike mes Kinës dhe Bashkimit Sovjetik ishte më e madhe sesa mes Kinës dhe SBA-s. Për Nixonin, interesat kombëtare ishin përparësi ndaj çështjeve filozofike. Kjo ishte strategjia e ekuilibrit në veprim. Anwar Sadat ka përcjellur me kujdes paradigmën sunduese të Egjiptit për të arritur paqen. I veshur me uniformë ushtarake në ngjyrë kaki dhe një palto, Anwar Sadat, presidenti i Egjiptit, mbushi cingarlikun e tij, e ndezi dhe nisi ta tymoste. Me zërin e tij të thellë bariton, ai i tha Kissingerit: "Kam një plan për ju, e kam quajtur plani Kissinger." Ky plan doli të ishte një verzion i propozimit që Kissinger e kishte ofruar tashmë. Në të, Kissinger kishte sugjeruar që për të zbutur konfliktin mes Egjiptit dhe Izraelit, duhej të bëheshin marrëveshje të përkohshme në mënyrë që të dyja palët të përshtateshin hap pas hapi me procesin e paqes. Ky propozim ishte refuzuar nga drejtori i inteligjencës egjiptiane, por tani Sadat po e pranonte. Plani Sadat ishte befasues sepse Kissinger kishte hyrë në negociata duke pritur vështirësi. Hapi i parë që Sadat propozoi, një tërheqje izraelite nga 2/3 e Gadishullit Sinai, ishte jo realist.
Megjithatë, ai tregoi gatishmërinë e tij për të ecur përpara me një seri marrëveshjesh të përkohshme. Në një mënyrë, kjo strategji ishte e ngjashme me çështjen që Sadat kishte ndjekur më parë me politikën e brendshme. Ai ka përsëritur strategjitë e paraardhësit të tij shumë të vlerësuar, Gamal Abdel Nasser, por vetëm me faza. Në vend që të trondiste popullin e tij me ndryshime radikale të menjëhershme, ai veproi gradualisht duke riafirmuar disa nga objektivat e Nasser, ndërsa pak nga pak, pothuajse pa u vënë re, largohej nga të tjerat. Rezultati ishte se pas luftës arabo-izraelite të vitit 1973, Sadat më në fund u ndjej i gatshëm t'ia zgjaste dorën diplomatike SBA-s, diçka që Nasser do ta kishte kundërshtuar ashpër, duke u angazhuar në një marrëveshje paqe me Izraelin e ndërmjetësuar nga SBA. Sadat po bënte atë që më parë ishte e paimagjinueshme. Nëse do të dështonte, Sadat rrezikonte turprimin dhe ndoshta shkatrimin e kombit të tij. Por gjërat shkuan mirë. Në vitin 1978, Sadat nënshkroi një traktat paqe me kryeministrin e Izraelit, Menachem Begin, marrëveshja e Camp David, për të cilën të dy fituan së bashku çmimin Nobel për paqe. Kjo fitore u festua nga arabët brenda dhe jashtë Egjiptit. Megjithatë, traktati i paqes ishte shumë më pak i pranueshëm nga anëtarët e grupeve ekstremiste myslimane brenda Egjiptit, të cilët e kundërshtuan ashpër Izraelin. Anëtarët e Ligës Arabe ndërprejnë marrëdhënie diplomatike me Egjiptin për shkak të traktatit, duke ndezur më tej tensionet brenda vendit. Rezultati ishte vrasja e Sadatit në një paradë ushtarake. Pavarësisht përfundimit tragjik, udhëheqja e Sadatit tregoi gatishmërinë e tij për ta udhëhequr kombin drejt një të ardhmje të ndryshme, duke respektuar të kaluarën, por duke kapërcyer gabimet e saj. Kjo ishte në fakt strategjia e tij, strategjia e kapërcimit. Ishin vetëm armiqtë e tij që gjetën këtë koncept të papranueshëm. Fal strategjisë së përsosmërisë së Lee Kuan Yew, Singapori u bë një komb i lullzuar. Para vitit 1965, kombi i Singaporit nuk ekzistonte. Fillimisht u krijua si një vend tregtar kolonial britanik dhe teknikisht drejtohej nga autoritetet indiane britanike. Më pas, në vitin 1963, ai u bashkua me Malezin, si pjesë e një konfederate të re të quajtur Malezia. Mirëpo, vetëm 2 vjet më pas, Malezia vendosi ta largonte papritur Singaporin nga ky bashkim. Kombi i vogël mbeti kryesisht i vetëm dhe bjetesa e tij vare nga përpjekjet e liderit të tij të ri dinamik, Lee Kuan Yew. Një nga aspektet që Lee e kuptoi menjëherë se duhej të adresonte ishte mos bashkimi etnik i Singaporit. Popullsia e tij ishte kryesisht kineze, malajzeze ose indiane, me komunitete më të vogla arabe, armene dhe hebraike. Si pasojë, nuk kishte një gjuhë të përbashkët, edhe as ndonjë lidhje që i bante njerëzit të ndiheshin si anëtar të së njëjtës shtetësi. Për ta nxitur unitetin, përzierjen etnike edhe një ndjenjë të përbashkët identiteti, distriktet e banimit u pajisën me kuota racore dhe të ardhurash, dhe kjo në fund eliminoi ndarjen, duke dhënë mundësi njerëzve të racave dhe kulturave të ndryshme të zhvillonin një vedije kombëtare. Lee gjithashtu ju përgjigj me sukses pyetjes se cilën gjuhë zyrtare do ta adaptonte Singapori, duke pas parasysh se shumë gjuhë të ndryshme fliteshin në ishull. Zgjidhja e tij ishte të vendoste një sistem arsimor dygjuhësor. Të gjitha shkollat në anglisht do të mësonin gjithashtu mandarin, malajisht, tamil dhe ndërsa në shkollat e tjera do të detyroheshin të jepnin anglisht. Kështu çdo familje mund të ruante gjuhën e saj amtare, por gjithashtu të komunikonte në anglisht. Duke folur për arsimin, ky ishte një prioritet i Lees, i cili gjatë 9 viteve të tij të para në pushtet, ja kushtoi 1/3 e buxhetit të tërë Singaporit arsimit. Kjo u bë mundur fal theksit të tij për të eliminuar korrupsionin. Partia e tij miratoi ligjet që impononin dënime të rënda për çdo nivel korrupsioni. Në aspektin shoqëror, korrupsioni u shndrua në simbol të dështimit moral, një tradhti ndaj vlerave të kombit. Në të gjitha fushat, Lee insistonte për përsosmëri, jo thjesht mbjetesë, por lulëzim. Ai duhej të vendoste prishmërinë e përsosmërisë si normë për vendin e tij, në mënyrë që shumë kohë pas tij, pasardhësit të vazhdonin të mbanin vlerat e tij. E gjithë shoqëria duhej të besonte se mesatare ishte e papranueshme dhe se shkeljet nuk do të toleroheshin. Duke u angazhuar kolektivisht për sukses, singaporianët do të qëndronin të bashkuar pavarësisht mungesës së lidhjeve të thella etnike dhe kulturore. Fal përpjekjeve të Lees, Singapori është sot një nga vendet më të suksesshme në botë.
ai është kombi më i pasur i Azisë për frymë dhe renditet rregullisht në përqindjen më të lartë të matjeve të mirëqenies njerëzore. Margaret Thatcher ndihmoi të shërojë Britania e dobësuar me strategjinë e bindjes. Gjatë viteve 1970, mendimi i zakonshëm në politikë ishte se vetëm centristët mund të fitonin zgjedhjet. Për të marrë vota, duhej të kapje terrenin e mesëm. Një grua megjithatë nuk ishte dakord. Ajo pohonte se tërheqja drejt qendrës vetëm mjegullonte zgjedhjet dhe u vinte votuesve mungesë në opsionet e vërteta. Në vend që të kërkonin terrenin e mesëm, politikanët duhej të ndërtonin politika reale dhe të luftonin për to, duke ofruar një përplasje të qartë për palën tjetër. Ajo preferonte që terreni i mesëm të vinte tek ajo. Kjo ishte bindja Margaret Thatcher, kryeministres konservatore të Mbretërisë së Bashkuar nga viti 1979 deri në 1990. Thatcher besonte fuqishëm në pikpamjen e saj ekonomike për qeverisje të kufizuar dhe hejekiane dhe kishte për qëllim t'i zbatonte ato. Strategjia e saj e bindjes nuk i solli gjithmonë popularitet. Një nga vendimet e saj më famkeqe ishte kur si sekretare e shtetit për arsim dhe shkencë, 10 vjet para se të bëhej kryeministre, i preu programin e qumshtit falas për fëmijët e shkollave fillore dhe fitoi nofkën jo të hishme Thatcher grabicia e qumshtit. Herë të tjera, politikat e saj i sollën votues të ri, për shembull, programi i saj i privatizimit, e drejta për të blerë, u dha banorëve të shtëpive sociale mundësi t'i blinin ato në kushte të favorshme. Shumë nga këta, kryesisht punëtorë të klasës së ulët, u bën votues të ri të konservatorëve. Thatcher e dinte se çfarë duhej për të fituar terrenin e mesëm, por kjo ishte larg synimit të saj të vetëm. Qëllimi i saj ishte të rregullonte ekonominë britanike. Britania ishte në një krizë ekonomike gjatë viteve 1970. Taksat ishin tepër të larta, produktiviteti ult dhe inflacioni i bante të bllokuar punëdhënësit dhe punëtorët në një cikël vicioz të rritjes së pagave të ndjekura nga rritja e çmimeve. Për ta luftuar këtë, Thatcher ndoqi një qasje vendimtare. Jo shumë kohë pas marrjes së pushtetit, qeveria e saj rriti normat e interesit në 17%, duke shkaktuar recesion. Kjo bëri që në vitin 1980 prodhimi i brendshëm bruto të binte në 2% dhe papunësia të rritej ndjeshëm. Edhe vetë anëtarët e Partisë Konservatore u bën skeptik, por Thatcher qëndroi pa lëkundur. Ajo shkurtoi programe shtetërore të fryera, hapu tregun e aksioneve për tregtarët e huaj dhe kufizoi shpenzimet publike. Deri në fund të mandatit të saj, inflacioni ishte përgjysmuar, papunësia ishte ulur me 5%, të ardhurat ishin më shumë se dyfishuar dhe numri i ditëve të humbura për shkak të grevave ishte reduktuar ndjeshëm. Angazhimi i Thatcherit ndaj politikave të saj ekonomike ndihmoi që rënia britaniste të merrte fund. Por, më shumë se kaq, bindja e saj krijoi një qendër të re britanike, duke zhvendosur pikpamjet ekonomike të votuesit mesatar djathtas dhe duke ndryshuar përgjithmonë peizazhin e politikës britanike. Dhe përmbledhja përfundimtare, nuk ka një strategji unike udhëheqjeje që i përshtatet të gjithëve, njësoj siç nuk ka dy lider që janë plotësisht të njëjtë. Rrethanat historike unike por mësojnë lider të cilët nëse koha është e duhur, janë në gjendje ta kapin një strategji që funksionon për kohën dhe vendin e tyre, duke të kaluar paradigmën e vjetër dhe duke sjellë të reja. Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Richard Nixon, Anwar Sadat, Lee Kuan Yew, Margaret Thatcher, të gjithë transformuan shoqëritë e tyre përkatëse duke përdorur strategji shumë të ndryshme, nga parullësia tek ekuilibri, përsosmëria tek bindja. Është e rëndësishme t'i kujtojmë këta lider dhe arritjet e tyre në një botë që shpesh duket se dëshiron të harrojë. Për çdo koment, ide apo sugjerim, ju ftojmë ta vizitoni blogun tonë Xiz.art. Mendimi juaj është i rëndësishëm për ne dhe ne jemi gjithmonë të gatshëm t'ju dëgjojmë.